kush fiton? Kush doja unë të fitonte apo kush e fiton? Të dyja me thuaj. Unë do doja me, pse më thënë, në këtë pikë të lojës, Okej. unë do doja të fitonte Gjesti, me thënë drejt. Ka dhënë edhe ka marrë, për fat keq ka marrë shumë nga ajo shtëpi. Edhe ka dhënë shumë për atë shtëpi, ka dhënë maksimumin e tij, me të mirat dhe me të këqijat, ndryshe nga pjesa tjetër e banorëve. Duhet thënë, mendoj që Laerti mund të kishte dhënë shumë më shumë, mund baj mend para Ti të do futesha. doja të fitonte Gjesti, por fiton? Ja, një sekond ta mbaroj, Okej. ta prek pak për gjithë finalistët. Gjithë ne kemi prit më shumë nga Laerti, unë baj mend para se të futesha, kemi qenë ato ura që prit se Laerti të shpërthej, isha brenda shtëpisë dhe thoni Laerti të shpërthej. Dola nga shtëpia dhe thonin prit se s'kam varu Laerti tani të shpërthej. Laerti shkoi në finale dhe Tani fillon loja. nuk ka, pra nuk realisht unë kam shumë mirë me Laertin aty brenda, por nuk mendoj që e meriton të fitoj çmimin e madh. Egli besoj që edhe vetë është dakord që nuk e meriton të fitoj çmimin e madh. As finale nuk e priste. Po, edhe po. Rozana pastaj nga ana tjetër, shpirt luftarak. Që edhe ajo i ka dhënë goxha shtëpisë, nuk më pëlqen si karakter loja Rozana, ndryshe nga Rozana si artiste, të cilën e vlerësoj shumë. Flasim vetëm për lojën që ka bërë. Nuk më pëlqen fare loja e Rozanës, ka ndryshe nga Gerta, të duhet preket pak Gertën që realisht mendoj që do të ishte në finale. Edhe pse unë kisha thënë që Gerta nuk është në finale, se e kisha parashikuar në një farë mënyrë gjithë këtë gjë, për fat keq thash Gerta nuk do të jetë në finale, mendimin tim dha shumë ndodhi, po Gerta duhet të ishte në finale. Rozana nga ana tjetër, ndryshe nga Gerta, ka përfituar nga situata dhe atyre të cilët i kishin krah. Siç ishte Egli, siç ishte Livia, po çka se Livia akoma nuk e kupton dhe pranon. Po edhe me mua ka bë këtë gjë, unë nuk e kam toleruar ta bëj për herë të dytë dhe madje e kam bërë çaj për këtë gjë aty brenda në shtëpi. Ndryshe nga Gerta pastaj nga ana tjetër merrte situata, patjetër për kurr të divanit kuq, kurr të atyre që i kishin krah. Mund të rentonte, mund të bënte, por nuk ndërhyjnë në situatat e tyre. Pra mendimi im është që Gerta ka qenë lojtar më e drejtë, lojtare e vetme, e ftohtë dhe sigurisht e meritonte finalen. Kjo nuk do të thotë që Rozana nuk e meritonte, edhe Rozana e meriton finalen, por nuk mendoj që për mua duhet të fitojë Rozana Radi, për mua do të fitojë Gjesti. Ti do doja të fitonte Gjesti dhe mendon që fiton Gjesti. Mendoj që e fiton Gjesti, po.